Përshëndetje zoti Ali Mehmeti, disa gjëra nga ato që ju thatë, kur ju thoni që do ishte spektakël po t'ishte bina, atëherë bie që nëse do ishte ty do ishte jo, po t'ishte gara Tiranës ju thashun. Sigurisht. Po eliminu gara Tiranës. Po pra, po t'ishte ju do ishte super spektakël, apo jo? Sigurisht. Domethënë, kjo është nën teksti kësaj gjë. E para, e dyta ajo që vura re unë në ato inkoherenca tuaja është kjo, domethënë që ju e veçoni Tiranën. Ju thoni, domethënë që shiko, kjo po të bëj gara në Tiranë, thoni ju, atje do kishte pjesëmarrje. Kurse në këto absolutisht. Po ju i patë sondazhet, se sondazhet e Tiranës su publikuan. Jo, po kjo nuk ishte se qytetet e tjera, s'kishte sondazhe su bën qarta. Unë nuk i njoh qytetet e tjera, po njoh Tiranën, ju a thash. Tirana doli me sondazhe. Ju e njihni mjaftueshëm sa për të patur një gjykim relativisht shtërues, por ajo që po thoja është kjo që po ne dim Vlora për shembull është një qytet, është një bashki në cilën ka pjesëmarrje të ulët si rregull, sepse fiton zakonisht e Majta dhe nuk ka shpresë, domethënë fiton rregullisht e Majta. Mirë po, mos pjesëmarrja e nxitur dhe nga ky bojkot i fshet, ky në farë mënyrë është një bojkot i fshet, i nxitur nga një vendim që vjen nga qendra. Ne kemi menduar në fillim që do kishte vetëm zgjedhjen e binajt, pa ishte një lloj taktike elektorale, mirë po, kurse në rrethet, në bashkitë të tjera do kishte garë. Dhe ndërkohë, ky pas ka qenë një vendim që ka ardhur nga qendra, pra ne nuk do përfaqësohemi me figura që nuk do përfshihemi zyrtarisht fushat. Pra, në këtë mos pjesëmarrje, sigurisht ka reflektohet një mungesë besimi ndaj qeverisë, ndaj kandidatëve qeverisë. Kjo është kontributore në mos pjesëmarrje. Po është edhe mungesa e besimit tek opozita, dhe ajo që po thot Ylli, në fakt, është kjo, si mendoni ju që do vinin pushtet, si mendoni ju do argëzoni qeverinë, që ose se rrëzoni në nivel lokal, që ose se rrëzoni në bashkitë e vogla, që ose se rrëzoni as në bashkitë e mesme. Si mendoni që mund të argëzoni në momentin kur ajo, po të ndjekim narrativën tuaj, është e akuzuar, ka gjithë ato çështje penale të hapura. Në momentin kur se rrëzonin pikën kur ai është e dobët, kur qeveria është e dobët, si mendoni të argëzoni kur rrethana të tjera, pa kjo është sinteza e saj që do e thojnë lidhje me mos pjesëmarrje. Unë nuk e di se dhe e përmendët dhe ju fjalën inkoherencë, unë nuk e kuptoj, ju ndoshta s'ngjut në diskutimin që unë fole me zotin Rakipi, po gjitha këto e morën përgjigjet që aty. Unë ju thash shumë qartë, duhet riorganizim kokë i Partisë Demokratike dhe për të shkuar 29 do të kalosh 27-ën, sepse zgjedhjet parlamentare nuk fitohen ke pas një sukses zgjedhjet e pushtetit vendor. E zgjedhjet e pushtetit vendor, shumë qartë, neve duhet kalojmë përpara riorganizim partisë që i kemi këtë muaj, ju e dini, mbarojnë gjithë mandatat në Partinë Demokratike në të gjitha nivelet, që thotë është një mundësi këtu për të bërë këtë lloj riorganizimi. Nëse ky riorganizim bëhet i shëndetshëm, ju garantoj unë që do komplet gjë tjetër në 2027. Nëse bëhet i pashëndetshëm, atëherë do jemi kandidat tjera dhe flasim, nuk e kemi problem të flasim hapur. Por nga ky aspekt besoj se këto përgjigje u morën. Ky është plani. Si kujtoni ju që është plani? Plani është shumë i thjeshtë. Nuk ju thatë s'ka besim, ne diskutuam pak më parë, të dyja palët kanë çështje këtu dhe unë mendoj që një opozit kur nuk hyn zgjedhje dhe bojkoton, atëherë pse është opozit dhe jam totalisht kundër bojkotit. Kujtoj që jemi këtu edhe për shkak të atyre bojkoteve 2019, kjo është pse jemi këtu në këtë situatë, që janë për të dënuar maksimalisht nga ana demokratike plas. Dhe këtu nuk ka diskutim bojkotin, nuk duhet kishte bojkot. Ose për ndryshe, se fundi fundit edhe ai veprim politik është, të thuhet, jo, do bojkotojmë dhe ta bëjmë këtë gjë. Por nga ky aspekt, përgjigja ishte ulët, do të thotë të gjitha palët dështuan. Nuk ka qenë vetëm PD dhe PS-ja, kujtoj që për shkak sorri ka qenë edhe një parti tjetër politike. Edhe partitë e tjera, po, edhe partitë e tjera. Por, pra është total klima. Unë mendoj që sistemi politik këtu ka rënë. Por këtë ne duhet ta përdorim si avantazh. Pra, atë lloj gabimi, atë lloj kalbje që ka krijuar dhe nuk është fare narrativ që është e kalbur dhe korruptuar me qeveria. Se ka 20 vënds kryeministër narrativ dhe 20 vënds kryeministrat pa nderur nga spaku. Dhe arsyet pse neve kishim zgjedhën Tiranë është se kryetari i Bashkisë Tiranës është mburur për korrupsion. Kështu që nuk është narrativ, janë fakte këto. Dhe nga ky aspekt patjetër kërkohet dhe veprim. Pra, ne jemi ke ekspozimi fakteve, jemi ke denoncimi fakteve, shumë mirë është pjesë e punës, po duhet dhe veprimi. Pra, në këtë aspekt, mos veprimi nga pikpamja politike nuk ka sens. Duhet veprimi absolut.
Dhe këtu unë besoj se jam mjaftueshëm i qartë, pra edhe në konceptin e situatës krijuar nga SPAK-u javën e kaluar, pra rreth 10 ditë më parë, me marrjen pandehur zëvendës kryeministrës, absolutisht kërkon reagim energjik. Pra, unë jam shumë i qartë ke këto që po them. Si vjen shumë kollaj. Ju e thatë se sa shpejt u përgjigj Tirana një figure me integritet. Me njerë u përgjigj Tirana. Nuk njihej zoti Binaj për figurë politike apo jo. Nuk ishte në këtë fushë. Me njerë u përgjigj. Dhe ju e dini që ka pasur 6 sondazhe të ndryshme. Nuk ka pasur një vetëm një u bë publik. Po kanë qenë dhe 3 nga ana jonë që kanë qenë të fshehta, kanë qenë dhe 2 nga ana Partisë Socialiste që kanë qenë të fshehta për përdorim brendshëm. Dhe jemi shumë qartë gjithë se ku rrifnin të gjitha. Megjithatë, kjo është rrethar rënduese që ne ja dim recetën kësaj pune, unë mund të flas ju tash për Tiranën, nuk mund të them unë që jo me detaje Corrikun apo Matin apo Tepelenën, pa them drejt. Po për Tiranën kishim një siguri plot që do kishte një rezultat spektakolar. Pse? Se njerëzit reagojnë shumë lehtë kur e kuptojnë që është zgjedhja e dur, ndaj të keqes të mirën e kuptojnë shumë lehtë dhe kjo ndodh ku? Në kryeqytet. Se ju thatë bëhet dallimi, po patjetër që bëhet dallimi. Tani, po gjithë njerëzit kur emigrojnë ju thoni ishte zgjedhja e dur, po Tirana është ndryshe. Po do ta diskutojmë ndryshe, patjetër. Ja, një sekond. Po në zgjedhjet me që ju këmbulni për Tiranën, që ishte kandidat i dur dhe ai një djalë vërtet i mirë me vlera, po s'është i provuar. Po në zgjedhjet e 2027 ç'do të bëni? Florian Binaj ka thënë që do të kandidojë kurdo që të mbahen zgjedhjet në Tiranë. PD do ta mbështesë Binajn apo ju që keni shfaqur ambicie vetë për të kandiduar? Do të flas PD-ja patjetër. Pra, PD-ja duhet të flas. Duhet të flas PD-ja. Ka kryesi PD-ja, e cila do rinovohet. Do ketë një kryesi tjetër në pranverën që vjen, sepse do rinovohet. Do ketë një, unë shpresoj që tjetër një renovim i plot dhe i shëndetshëm. Thua kryesi tjetër të ketë thua? Sido që tjetër është vendim kryesia, se si do shkojnë zgjedhjen, çfarë forme, se do shkojnë me koalicion, se do shkojnë me sigurt PD-je, se do shkojnë është vendim kryesia, pastaj i mirë i keq e vendos kryesia, po do e vendosin ata. S'mund të flas dot në emër tyre, sidomos në kuadrin e faktit që zoti Alimenti Take do vendosin një kryesi e re. Që ke tani, nuk të ndryshojnë këta. Flamuri, Vokshi, tjetri, aty i ke ata. Ky është mendimi juaj. Sa tjetë demokracia? Gjithsesi është vendim kryesia. Ha? Zoti Rakibi, se pata një shkëputje. Gjithsesi është vendim kryesia, nuk është vendimi imi apo i dikujt tjetër. Do jetë një vendim i strukturës drejtuese të Partisë Demokratike, që ka privilegjet dhe përgjegjësitë për ta bërë këtë gjë. Nëse merr një vendim gabum, merr përgjegjësitë, nëse merr vendim të mirë dhe që arrin një sukses, merr duart trokitjet. Shumë e thjeshtë kjo. Po ti nuk e beson tani që partia do të vendos prapë të pavarur apo jo? Se kështu është rehat, mo?